Nga data 1 janar 2025, shqiptarët do të përballen me çmime të reja për sigurimin e detyrueshëm të automjeteve. Sipas rregullorëve të re të miratuar nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, çmimi nuk është më fiks, por llogaritet në mënyrë të personalizuar, bazuar në një sër faktorësh që lidhen me profilin e shoferit dhe karakteristikat e mjetit. Ndër faktorët kryesor janë mosha dhe përvoja e drejtuesit të mjetit, historiku aksidenteve, fuqia motorike dhe vjetërsia e makinës, si dhe qëllimi i përdorimit privat apo biznes. Shoferët e rinj, veçanërisht ata të moshës 18 deri në 21 vjeç, do të paguajnë më shumë, ndërsa ata me përvojë dhe histori të pastër do të përfitojnë ulje. Për shembull, një makinë me motor 2 mish e drejtuar nga një shofer mbi 21 vjeç me përvojë mbi 2 vite, do të ketë një siguracion rreth 20.705 lekë. Nëse e njëjta makinë drejtohet nga një 18 vjeçar, çmimi ngjitet në 23.811 lekë. Ndërkohë drejtuesit në qarqe si Dibra, Kuksi dhe Berati përfitojnë një ulje prej 500 lekësh. Këto ndryshime shënojnë një rritje mesatare nga 10 deri në 30% të çmimit. Nga viti 2026 do të nisë dhe zbatimi i sistemit bonus-malus, që shërben shoferët e kujdesshëm dhe penalizon ata me histori aksidentesh. Ky sistem synon të nxjisë përgjegjësinë në rrugë dhe të ulë rrezikshmërinë në qarkullim.